pastaj vajtja në Arabinë Saudite, pastaj kthimi në vitin 2001. Po, alhamdulillah, pikërisht kjo është pyetja e radhës për në Arabinë Saudite në Medinë gjithsesi si student. Si kanë vijuar studimet atje? Normalisht ne kemi pas pak më të lehtë, sepse ne kemi pas studiuar në Siri edhe nuk kishim këtë pengesën e gjuhës arabe. Me të vajtur atje u pranum në fakultet direkt. Dhe domethënë ka zgjatur vetëm 4 vite të shkollës, sepse sistemi atje është akoma 4 vjeçar bachelori. Po. Dhe kemi kaluar mirë me kuptimin vetë kurrikula shkollore është një kurrikull shumë interesante, domethënë, po edhe shiqur Zotit Xhamia e Profetit alayhis salam, qabja aty afër, mësimet në xhaminë e Pejgamberit alayhis salam, po edhe ndetja me disa edukatorë shumë të mirë jashtë programit shkollor, mendoj që na ka bërë më të përgjegjshëm, domethënë na ka bërë më të kujdesshëm. Pse jo edhe na ka dhënë edhe një lloj le të themi urtësie, qetësie, sepse ky është një mision që është i rëndësishëm, po shumë njerëz ndoshta dhe nuk ta kuptojnë, për këtë arsye ka nevojë për qetësi, ka nevojë për maturi, ka nevojë për gjoks të gjerë, duhet të jesh shumë i gjerë me njerëzit, duhet të jesh shumë i hapur. Dhe mendoj se ka bërë atë efektin e vet, ka bërë dobinë e vet, domethënë ky programi jashtë kurrikulës arsimore, qoftë në xhaminë e Profetit alayhis salam, por qoftë edhe me dietarët që jemi ulur jashtë programit mësimor, mendoj që ka dhënë efektet e veta dhe kemi përfituar. Plus që kemi pas një gjë të mirë përveç kësaj, se ne kemi pas edhe shumë student pra Maqedonisë Veriut, edhe të Kosovës, edhe të Preshevës, po edhe të Malit Zi, që krijuam tip unioni studentor shqiptar, mbar shqiptar, dhe kishim takime të rregullta mujore, uleshim, pinim çaj, mësuam edhe historinë e çajit. Se ne në Shqipëri e kemi kështu për shembull, themi a do të pish çaj? Jo, thotë, jam i smur. Se ne pim çaj vetëm kur je smur. Kështu që mësuam edhe historinë e çajit dhe ata që e bëjnë më mirë çajin, kush janë më dalluarit në çaj, e rëndësishme, pra domethënë shkrim, ato kufit, bravo, bën bashkimin e parë mbar shqiptar, domethënë. Edhe them se kanë qenë kujtimet më të mira të jetës, edhe gjithmonë ju them edhe fëmijëve të mi që kam sot në shkolla, si më thon, shoqëria e shkollës është shoqëria më e mirë dhe ditët më të mira që kalon njëri në pikërisht ato ditë, sepse nuk ke shumë angazhime, pavarësisht se ne kishim pak angazhime dhe ngarkesa, por domethënë janë ditët më të mira, janë ditët që nuk harrohen, edhe janë shokët që mbeten, domethënë. Dy janë njerëzit që nuk harrohen nga njerëzit, le të themi përveç prindërve, mësuesit e fillorës dhe shokët e shkollës, domethënë. Kështu që janë koha më e mirë dhe është edhe unë përfitoj nga rasti, domethënë t'ju them të gjithë atyre që janë në shkollë, domethënë dhe mësojnë, t'i mbajnë shokët mirë dhe të krijojnë relata të mira, sepse ata mund të jenë nesër, si më thon, mbështetja dhe krahu më i fortë i projekteve tona të jetës. Po nga Medina, hoxhë nderuam ndonjë gjë interesante apo nuk të kujtohet? Më thënë drejtën, Medinja si student edhe si vizitor që na vinin, domethënë ka ngjarje shumë interesante dhe ngjarje të bukura. Domethënë mund të shkëpusim për shembull për ngjarjeve interesante që kemi përjetuar në Medinë, është momenti kur njeriu shkon për herë të parë në xhamin e Pejgamberit alayhis salam, dhe njeriu kur shkon për herë të parë për t'i dhënë selam Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tek varri. Po, tek varri i Pejgamberit alayhis salam. Gjithmonë është një emocion që përsëritet. Domethënë, ti je në një moment që je 15 metra larg trupit Profetit alayhis salam. Tani llogaritë domethënë çfarë ndjenje e mrekullueshme, por edhe çfarë energjie pozitive, çfarë pozitiviteti t'jep kjo lloj ndjesie, domethënë. Namazin xhamin e Profetit alayhis salam, selami tek varri i Pejgamberit alayhis salam apo selami e Abu Bekrit apo Omerit është moment shumë interesant, dhe unë këtu veçoj edhe ato që kam parë tek umrexhit ose haxhit që vinë, domethënë për vizitë në Medinë, kam parë që marrin një goditje shumë të fortë, pozitive gjithmonë në momentin që vinë për t'i dhënë selam Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë qojnë. Po, absolutisht, është moment, domethënë del loti. Është moment që domethënë llogaritë ti je aq afër Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ne besojmë se në Islam
thuhet që trupat e profetëve nuk I tret dheu. Kështu që është trupi I pejgamberit aty, domethënë ti ashtu siç ka qenë, po. Siç ka qenë, domethënë është mirësi e madhe. Kjo është një përjetim I veçantë. Për gjërave interesante, për shembull, që na ka bërë përshtypje, është njëri prej dietarëve të mëdhtë të Medinës që nuk pranonte tip të fetva për çështjet jashtë Arabisë Saudite. Një nga dietarët më të mëdhtë të kohës, pra kur përmendet emri I tij, të gjithë thonë s'ka si ai. Në ka bërë përshtypje, thoshte dëgjoj, ti si është puna, thoshte për çështjet e vendit tuaj shkoni pyesni filanin. Pra Shekh Shinkiti ishte ky. Bëhet fjalë për çështje që kanë bën me jetën, jo për çështje prishet abdesi apo si është puna. Kur pyeti për një gjë që ka të bëjë me aktualitetin, thoshte unë jo, nuk jam thoshte për këtë punë, shkoni pyesni filanin. Kjo është shumë interesante, domethënë, kjo është një mësim shumë I madh. Domethënë, gjithsecili duhet di, pavarësisht se unë për veten time, sot, madje edhe Sheikh Abdul Qadir Arnauti, sot e mëshiroft, kur vinte në Medinë prezantonte mësimin e tij. Vinte ule mësimin e tij Sheikh Bekr Buzejdi nga kollozët Ibn al-Qayyim I kësaj kohe, ule mësimin e tij. Vetë Sheikh Abdul Qadir e kam dëgjuar duke thënë, unë nuk kam parë njeri me memorizim të librave, jo të një teksti, jo të hadithit, zbot fjalë për një hadith apo për libra hadithi, të teksteve si ky njeri thoshte. Sheikh Shinkiti. Po. Ky tani thoshte, jo thoshte për çështjet e vendeve tuaja të Evropës, Amerikës. Çdo student që pyeste për diçka që ka të bëjë me aktualitet, thoshte unë nuk duhet pyeten sepse nuk e kam jetuar dhe nuk e di se si funksionon ashtu siç duhet situata atje. Po shkoni pyesni filan dietar, një tjetër, domethënë Pol Medini, një zë shumë I njohur Sheikh Abadi. Atë thoshte pyeteni për vendet tuaja. Domethënë një mësim shumë I madh që njeriu, domethënë, duhet di kapacitetin e tij, po edhe nuk është ulje për njeriu në momentin që ai thotë unë nuk e di këtë çështje. Gjë tjetër interesante, domethënë që kemi kaluar se thash pra ato janë faktikisht 4 vite, po 4 vite çdo ditë ka ato të veçanta, çdo ditë ka ngjarjet e veta. Ka edhe ngjarje kështu të bukura të lezetshme. Për gjërat të bukura që tregojnë për një haxhi nga Bosnia. Ke parasysh rrugëve gjatë haxhit janë ato çezmat. Po, Që shtyp kështu nga poshtë dhe del uji. Po. Ai haxhiu bosnjak nuk po ja dinte rendin situatës. Edhe një nga studentët për të bërë shaka I thot, haxhi I thot, thuj bismillah I thot. Kur thu bismillah, del uji. Vetiu. Po. Edhe ai bismillah. I thot haxhi I thot, do ta bësh me kështu thot, me ikhlas, me sinqeritet I thot. Edhe rrim pak kështu thot, bismillah. Prap uji s'po dilte, ky djali tani afrohet, studenti, ke butoni. Thot haxhi thot, jo, do ta bësh mirë, edhe ai e ke parasysh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Shtypi studenti. Tha pas kanë bërë dhe makineri me të kuptuar sinqeritetin. Mashallah. Kështu që jeta studentore ka edhe gallatat e veta, domethënë. Por janë ditë të bukura, domethënë janë momente të bukura, për momenteve gjithashtu interesante, për shembull që kemi përjetuar kur kemi marr prindrit. Për herë të parë për shembull në Mekë ose në Medinë, edhe ke parë se si është transformuar jeta e tyre në të mirë dhe në pozitivitet kur kanë parë Qaben, kur kanë parë xhaminë e pejgamberit alayhis salam, domethënë komplet përjetim tjetër. Ka momente shumë interesante, domethënë që kemi kaluar si student, po momentet më të bukura janë momentet e takimeve shqiptare. Domethënë ne takoheshim, bëheshim gallat, tregojshim Vica, Barsaleta. Kalojshim domethënë një ditë pothuajse ose gjysmë ditë të gjithë bashkë, domethënë, merrshim një ata kanë domethënë tip fermash ose tip kopshtesh interesante që kanë pishinë, ka vend për të gatuar e kështu. Rishim pothuajse gjithë ditën, uleshim, diskutojshim, edhe ftonim dikë domethënë që të rrinte me ne, domethënë. Kanë qenë momentet më të bukura, domethënë që kemi kaluar dhe shumica hoxhallarëve që janë sot, domethënë gjithë kemi qenë pothuajse në të njëjtën kohë kemi qenë bashkë, domethënë shumica hoxhallarëve që sot kanë peshë të madhe.